Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Takohet në fund Miri dhe Selin jashtë Bigut. I ftuar një emision me Elona Durën dhe Salsano Rapin ka qenë finalisti edicionit të 5 të Bigut, Miri, dhe ka folur për ish-banorët më të komentuar të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Ai ka ndarë më shumë detaje rreth eksperiencës së tij brenda shtëpisë, marrëdhënieve me banorët dhe mënyrës se si publiku ndikoi në rrugtimin e tij deri në finale. Gjatë bisedës, Miri foli edhe për jetën pas daljes nga programi, ndryshimet që ka përjetuar në përditshmëri dhe vëmendjen e madhe që ka marrë nga publiku. Ai tregoi se periudha pas Bigut ka qenë intensive mes projekteve të reja, rikthimit në muzikë dhe përshtatjes me një realitet krejt ndryshe nga ai që la para hyrjes në shtëpi. Miri u pyet nëse ka takuar ndonjë nga ish-banorët e Bigut, përfshirë edhe Selinën. Por ai e mohoi kategorikisht që të ketë takuar njëri jashtë mureve të asaj shtëpisë.